Në Këshillin Bashkiak të Elbasanit u zhvillua një interpelancë e kërkuar nga këshilltarja Bianca Çopja, lidhur me shkeljen e konstatuara nga kontrolli i lartë i shtetit në raportin e auditimit për vitin 2023, gjatë fjalës së saj Çopja ngriti shqetësime për parregullsi në procedurat e prokurimit publik, mungesë transparence dhe dobësi në mekanizmat e kontrollit të brendshëm, të cilat sipas saj krijojnë dyshime për favorizim operatorësh dhe keq menaxhim të fondeve publike. Raporti i kontrollit lartë shtetit konstaton shkelje të thella në prokurime, në administrim teknik dhe financiar, dhe ngarkon me përgjegjësi të drejtë për drejtë zyrtar të bashkisë, përfshirë dhe vetë titullarin e bashkisë. Të mos kërkosh llogari për këtë raport do të ishin tradhtim ndaj qytetarëve të Elbasanit. Prandaj kam kërkuar të interpelancë dhe sot do të ritheksoj disa nga çështjet themelore. Së pari, është evidentuar shkelje të rënda në tenderin e furnizimit me karburant, ku janë vendosur kritere kufizuese, është cënuar konkurrenca dhe janë shpërfillur udhëzimet. Së dyti, bashkia nuk ka inventarizuar dosjet e prokurimit, duke krijuar mundësi për humbje, manipulim apo zhdukje dokumentash. Ky nuk është një nga veprimet më të rrezikshme që mund të ndodhin në institucion publik. Janë miratuar projekte nga persona pa licencë profesionale, si në rikonstruksionin e rrugës 11 Nëntori, ku KLSH ka ngarkuar përgjegjësitë vetë kryetarin e bashkisë. Së katërti, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka shkelur afatet procedurale duke krijuar hapësira për ndërhyrje të favorizime. Dhe së pesti, pavarësisht shkeljeve të konstatuara, nuk është marrë asnjë masë administrative ndaj askujt. Bashkia nuk ka publikuar asnjë plan masash pas auditimit, duke e lënë publikun dhe këshillin në mjegull në shkelje detyrimit për transparencë. Pretendimeve të zonjës Çopja ju përgjigj edhe kryetari i Bashkisë Elbasan Gledian Llatja, i cili ndër të tjera tha se KLSH jep rekomandime për të përmirësuar shërbimet. Raportet e kontrollit lartë të shtetit kemi pasur një shumë të mirë në institucionet dhe në audituese, kemi marrë shumë vërejtje të mira, shumë angazhime, kemi pasur ka qenë një punë në fakt e mirë e bërë në vite nga Bashkia e Elbasanit, e cila reflektohet vit pas viti. Patjetër ka edhe gjëra të rregulluar, ka gjëra të përmirësuar, ka prandaj edhe auditet, sidomos edhe të informacios, edhe auditet financiare, kjo është një gjë që ne të përmirësohemi dhe të shohim edhe problematikat që kemi. Ndërkaq këshilltari i Partisë Republikane Ergyz Muzhaqi vuri theksin te problematikat e krijuara prej ndërmarrjes së ujësiellës kanalizimeve, e ku si pasojë e punimeve infrastruktura në qytet paraqitet e amortizuar.